Hadithin në cilin e transmeton Gjabiri radhiyallahu anhu, thot ka thon pejgamberi alayhis salam: "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa." Çdo musliman i cili e mbjell një fidan, një pemë, një dru, çdo fryt prej kësaj pemë që hahet, atëherë prej çdo kujt, kjo konsiderohet, ai që e ka mbill atë pemë, atë fidan, konsiderohet për të sadaka. Edhe krijesat, çdo krijesë që han, jo vetëm njerëzit, konsiderohet sadaka. Shëqeni vëllezër çfarë feje madhështore kemi. Thot pejgamberi alayhis salam: "O ma suriqa minhu lahu sadaqa." Është interesant që kjo pjesë kanë thënë ulemaja. Thot edhe nëse dikush prej një pemë, prej një mollë, një dardhë, një kumbulle, vjedh. Tash shiqoni, ndashta edhe na kur kemi qenë të vogël apo ma të papjekum, na ka ndodhur, kemi kalu në për lagjet tonë që dikush ka pas pemë, dardha, molla, kumlla. Zakonisht në qytet nuk ka shumë pemë, por në fshat rajon më shumë. Edhe kemi rrugës kemi marr pa lejen e Zotit të shtëpisë tokës. Pejgamberi alayhis salam thot, kjo konsiderohet një farë lloj vjedhje. Konsiderohet kjo një farë lloj vjedhje. Nëse ti nuk lyp leje prej Zotit arës që ka pemë, atëherë kjo nuk është në rregull, nuk është e lejuar. Pejgamberi alayhis salam thot, edhe nëse frutat e një pemë vjedhen, prap ati personi që e ka mbjell, por dhe pronarit, nëse është i Zoti i asaj pemë, i regjistrohet sadaka. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: As ai që e ka mbjell, e ai që jap kontributin, as kujt nuk i paksohet shpërblimi, edhe llogaria, edhe gjithkush mbetet me hisën e tij në këtë vepër sadakaje. Këtu tash ka ardhur një transmetim tjetër. Nuk ndodh që muslimani të mbjell ndonjë fidan, ndonjë pemë, ndonjë bim, e prej saj të hanë njerëzit, që thot pejgamberi sa tash thot, kafshët, shpest, çfarë do lloj krijesa, vetëm se do të jetë kjo sadaka për të deri në ditën e gjykimit. Do të jetë kjo sadaka për të deri në ditën e gjykimit. Sa kohë, sa vite gjatë qëndron ajo pemë, ai dru, ai fidan, përfitojnë njerëzit, kafshët, shpest, krijesa të tjera, ajo sadaka llogaritet dhe regjistrohet tek Allahu. Kështu thot pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam për këtë hadith, të cilin e transmeton Muslimi rahimahullah.